Në një intervistë për televizionin Apollon, myftiniu i Lushnjës dhe Divjakës Gramoz Bliku ka dhënë mesazhin e tij me rastin e nisjes së muajit të madhërisëm të Ramazanit. Ai uroi të gjithë besimtarët musliman për një muaj të begatë argjërimi, duke theksuar rëndësinë e përkushtimit shpirtëror, solidaritetit dhe ndihmës ndaj atyre në nevojë. Sipas tyre, Ramazani është një mundësi për reflektim, forcim të besimit dhe afrimit me Zotin, si dhe për arritjen e harmonisë dhe paqes në familje në shoqëri. Myftiniu Bliku theksoi se argjërimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi dhe pija, por një proces i thellë pastrimi shpirtëror, vetëpërmbajtjeje dhe përmirësimi moral. Ai bëri thirrje për më shumë mirëkuptim, dashuri dhe bashkim mes njerëzve gjatë këtij muaji të shenjtë. Në fund të mesazhit të tij, ai uroi që ky Ramazan të sjellë paqe, shëndet dhe begati për çdo familje. Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në prag të një muaji të begatë, muaji i mëshirës, muaji i dashurisë, muaji i përjetimit të këtij adhurimi hyjnor. Lutim Zotin krijuesin e gjithësisë të pranojë prej mbar besimtarëve agjërimin e tyre, punët e tyre të hajrit, duat e tyre që drejtohen të Madhit Zot në këtë muaj. Zoti krijuesi i gjithësisë pranoft prej jush agjërimin tuaj, adhurimet tuaja dhe çdo vepër të hajrit dhe të bukur që e bëni për hir të Allahut, për t'u afruar atij. Pra mbar besimtarëve, jo vetëm lushnjar dhe ato të Divjakës, por edhe në Shqipëri dhe në mbar botën, krijuesi i gjithësisë pranoft agjërimin tuaj dhe qoftë një agjërim i mbar dhe i begatë. Mirësitë në këtë muaj të begatë janë të pafundme, porse më primarja dhe më kryesorja është dashuria e të Madhit Zot dhe falja e gjunafeve. Një nga cilësitë e këtij muaji është sepse Zoti është bujar me adhuruesit e tij dhe adhuruesit janë bujar midis vetit. Gjithkushi është në garë për punët e hajrit dhe veprat e mira, dhe një nga punët e hajrit dhe veprat e mira është bamirësia tek nevojtarët.